Kandidati i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri takoi të rinjët të reja të rrethit të Sarandës. Duke besuar dhe votuar për numrin 5, ju votoni për të ardhmen tuaj, u shpreh ai. Referuar kandidaturës së tij, Gjiknuri theksoi se do të donte të ishte përfaqësues i të rinjve të Sarandës, si bashkëudhëtar në zhvillimin e mëtejshëm të këtij qyteti me potencial të jashtëzakonshëm. Unë Sarandë kam qenë masë sa ju, po Saranda që krejt tjetër. Që e bukur për disa gjëra, por nuk e kishte këtë gjallëri, këtë vibe që ka sot. Çfarë keni në mbështetje, sidomos votues për të parë, të rinj dhe të reja, mundohuni për një Parti Socialiste që do të çojë vendin drejt Bashkimit Evropian, dhe pse jo të jem dhe unë bashkëpunëtari juaj si përfaqësues i denjë Sarandës, si Damian Gjiknuri, që kam një lloj eksperience, kam kontribuar shumë për të qytet dhe do doja të isha dhe përfaqësues i të rinj dhe të reja. Do doja të kem të rinj gjithmonë në krah tim për fitore, për rezultate dhe për të bërë më të mirë e mundshme. Teksa i konsideroi të rinjt si pjesë më vitale dhe tepër e rëndësishme për Partinë Socialiste, Gjiknuri pohoi se e Majta e ka treguar për herë mbështetjen ndaj tyre, ndërsa theksoi se ai vetë do të jetë një zë i fuqishëm në mbështetje të politikave rinore për një të ardhme më të mirë, në koherencë të plotë me vizionin dhe aspiratat evropiane.